Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Falenderimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe selavatet qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dëgjues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju lajmërojmë se jeni direkt në valët e zërit të Kur'anit me mysafirin e nderuar Hadith Efendi Miftarin, të cilin veç u kemi lajmëruar se do ta kemi mysafir sonte me një temë të rëndësishme, një temë e cila duhet muslimant dinë rreth saj në mënyrë që të ruhen dhe të kenë kujdes se ku po e vazhdojnë jetën e tyre dhe në çka po ballafaqohen në jetën e tyre. Kemi fjalën për një grup prej shumë grupeve të cilat I ka kapur dalaleti apo humbja. Ai grup është grupi shijave. Prandaj edhe hoxhën e nderuar e kemi thirrur që të bashkëbisedojmë, ta shtjellojmë këtë temë dhe të ofrojmë dëgjuesve dhe xhamatit të vërtetën e këtij grupi. Pra, kush janë shijat? Shijat të cilët në të kaluamën u kemi parë sherrin, gjatë historisë islame u kemi parë sherrin dhe gjithashtu edhe në kohën e sotit. Hoxha nderuar, mirë se erdhët në radion ton. I dëshirojmë mirëseardhje edhe një herë dhe dëshirojmë që të kaloni çaste të mira me dëgjuesit ton. Allah shpëlbeft. Urnani. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Falënderimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe paqja dhe shpëtimi dhe përshëndetjet tona më të përzemërta qofshin mbi më të dashurin e Allahut, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij të nderuar dhe mbi gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Së pari e përshëndes hoxhën e nderuar dhe falenderoj për ftesën që më ka bërë. Dhe po ashtu ju përshëndes edhe juve, kudo që të na ndëgjoni neve, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashtu që ju tregoj edhe hoxha, me këtë temë që jam caktuar të bisedoj, ajo është se kush janë shijat. Do të bisedojmë inshallah me juve për shijat, për rrezikun e shijave, dhe kush janë ata dhe çka kanë bërë dhe çfarë mendime kanë dhe çfarë bindje kanë. Do të shihni se me të vërtet kanë bindje shumë të rrezikshme, bindje që kundërshtohen drejt për drejt me themelet dhe me bazat e fesë islame. Allahu na ruajt dhe Allahu I drejtoft edhe ata dhe I udhëzoft në rrugën e drejtë të Kur'anit dhe të Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këtë temë e kam ndarë në disa pika ku do të flasim për domethënien e fjalës shia, paraqitja e shijave për herë të parë, pika e tretë besimi I shijave, grupet dhe sektet e shijave, fjalët e dietarëve të Ahle Sunetit ndaj shijave, dashuria e Ahlu Bejtit, familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasardhësve të tij ndaj halifeve, ndaj katër prisve të besimtarëve dhe ndaj Aishës radiallahu anha, dhe po ashtu për ngjarjen e shijave me çifutët dhe me krishterët. Allahu inshallah na ndihmoft që ta shtjellojmë bashkërisht me juve këtë temë. Andaj fillojmë me pikën e parë.
Domethënia e fjalës shia, se pasi që flasim për ata, pa dyshim që duhet ta definojmë se çka do të thonë kjo fjalë, fjala shia. Fjala shia vjen që nga fjala e gjuhës arabe, pra rrjedh nga fjala e gjuhës arabe që do të thotë ndjekje dhe pasues. Dhe e kemi për qëllim ata të cilët janë bashkuar dhe janë mbledhur për me pasu Aliun radiallahu anhu, por me qëllim që ai të jetë imam dhe ai është dashur me qenë imam dhe ai me qenë halife pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa marrë parasysh se a e shprehin këtë mendim haptas apo e kanë mshef në vetveten e tyre. Pra këta njerëz quhen shia. Këta në kohën e Aliut radiallahu anhu janë ndarë sikurse një parti politike së pari, me qëllime kinse pozitive ndaj Aliut radiallahu anhu, por në brendin e tyre kanë mshef diçka këtë më ndryshe. Ashtu që do të shohim nga paraprisi i tyre dhe nga prisi i tyre, i cili quhet Abdullah ibn Sebe, themelusi i këtij sektit. Po ashtu prej emërtimeve që i kanë quajtur dietarët, me të cilët i kanë emërtuar shijat, janë edhe Rafida i quajnë. Rafida, po ta përkthejmë në gjuhën shqipe, domethënë refuzuesit. E pse refuzuesit? Ata nuk i kanë emërtuar vetveten e tyre kështu, por Ahle Sunneti i kanë emërtuar edhe me këtë fjalë, Rafida i thonë, sepse e kanë refuzuar Ebu Bekrin radiallahu anhu si halife dhe Omerin radiallahu anhu dhe Uthmanin radiallahu anhu. Andaj quhen edhe refuzuesit. Kjo fjalë që fendi edhe te ne është e njohur. Po jo Rafida kështu, po të kalumën plesht, ata i kanë thonë Rafizi. Po. Do të thotë kanë qenë të njohur edhe te popullata jonë. Po me kalimin e kohës, largimin nga feja, e në haru edhe këto sekte devijuese. Ashtu, refuzues, Rafizi, që kanë thonë të ne, apo refuzues. Refuzues, do më thonë, është marrë përshtatshmja, me ju thonë atyne. Po. Sesa me ju thonë shia. Sesa me ju thonë shia. Që ta din këtë të kënë të qartë, se kur ti thëmë, do më thonë, refuzues, dhe Rafidi atëre, apo me njëherë, do më thonë, linë pyetje, pse refuzues? Po. Për refuzues të sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, refuzues të Kur'anit, refuzues të halifeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për mos ta zgjatur më tepër në definimin e shijave. Po hym tek pika e dytë, tek paraqitja e shijave për herë të parë. Një historik të shkurtër do të përmendim të paraqitjes së shijave. Ka qenë një njeri i cili në esencë ka qenë qefut jahudi dhe është quajtur Abdullah ibn Sebe. Ka qenë prej jahudive të Jemenit. Është paraqitur kinse e ka pranuar islamin me një qëllim të msheft sekret që ta prish islamin, e jo se e ka pranuar me të vërtet islamin sinqerisht për hir të Allahut azza wa jall. Dhe ka fillu pastaj me përçarje dhe me fitne në Gadishullin arabik, e më pas në Egjipt edhe në vende tjera si në Sham e Irak e kështu më radhë. Hoxha vendi kur vjen puna te Abdullah ibn Sebe. Po. Kjo na ngjan neve njëjtë sikurse në krishterizëm që ka ndodhur. Po. Pra policia apo pali që i thonë, po, i cili ishte një çifut që hynin rradhat e krishterëve dhe me bindjet me etia, me atë infektimin e tij që e bëri, me atë virustin, deportoi te ta. Edhe deformoi atë fenë e pastër i cilën ishte Isa alayhis salam. Pra një taktik përdorën edhe në kone, ashtu. Domethënë me muslimanë. Qysh në fillim? Në mënyrë që ashtu. Domethënë taktike e tyre e hershme, jo. Hoxhë nderuar, domethënë e përmend edhe një pikë shumë të rëndësishme. Për ngjarja e Abdullah ibn Sebes me palin ose polisin si i thonë. Prej fjalëve të Abdullah ibn Sebes, prej fjalëve të tija, ka qenë i cili ka thënë: çuditem dhe habitem me ata njerëz
se si i besojnë zbritjes së Isait a.s. e nuk i besojnë zbritjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka fillu, do më thënë, sikur se pali me e deviju fen katolike e Isës a.s. Ashtu të dhe kytë, do më thënë, është mundu me deviju fen islame, pra fen me të cilën ka ardhur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka ardhur me disa mendime, Aliu radhiyallahu anhu është më i miri, Aliu radhiyallahu anhu është, do më thënë, më i mençur, Aliu radhiyallahu anhu ka qenë, do më thënë, gradualisht, dal nga dal, derisa ka thënë që Aliu radhiyallahu anhu ai është dashur për të qenë halife e jo Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Pastaj ka fillu aq me hy edhe me u thellu në bindjet e tij dhe me i shpërnda bindjet e tij tek Aliu radhiyallahu anhu, derisa ka thënë që Aliu radhiyallahu anhu ka qenë edhe pejgamber. Ky lajm kur i ka mbri Aliut radhiyallahu anhu, ai duke qenë halife, se Abdullah ibn Sebe ka dalë në kohën e Aliut radhiyallahu anhu, e ka shfrytzu gjendjen në kohën e Osmanit radhiyallahu anhu. Po. Po është faqë në kohën e Aliut radhiyallahu anhu, se atëre ka qenë koha e duhur, e ka prit kohën politike të duhur edhe me i shpërnda mendimet e tija. Kur e ka ndëgju Aliu radhiyallahu anhu, a e dini se çka i ka bërë? Aty në pasusve të Abdullah ibn Sebes, ka urdhnu Aliu radhiyallahu anhu, pas lajmit, pas që ka ndëgju se e kanë konsideru si pejgamber, ka thonë, këta i pas kanë te i kalu gjitha vjetë e kuqe. Nuk e ka pranu këtë gjë për vedetën e ti, asesi, një besimtar nuk e pranon. Atë Aliu radhiyallahu anhu. Atë Aliu radhiyallahu anhu. Ka urdhnu që të hapen 2 gropa të mëdha dhe të ndizet zjarë, e t'i zënë Abdullah ibn Seben dhe pasus të ti dhe t'i hodhin atë zjarë dhe të ndizhen aty. Ka në transmetime që Abdullah ibn Sebe ka ikur, është largun nga i vend pasi që kanë dëgjuar këtë lajm dhe i kanë zënë pasusit e tyre dhe me të vërtet i kanë djegur në atë zjarë. Është mendu Aliu radhiyallahu anhu, pra mi a dhënë një dënim më të ashpër që ekziston në fytyrë të tokës për të ditur njerëzit tjerë se çfarë mëkati të madh ka vepruar ky person dhe të largohen prej këtyre mendimeve. Ashtu që ky njeri në atë kohë kanë munguar mjetet e informimit. Ka shku pe aty, ka ikë në Sham, prej Shamit në Egjipt, e kështu do më thonë, ka ikur dhe është futur në përfisje të ndryshme, derisa ka mri lajmi se ky person është një qifut, dhe është një mashtrus, dhe është një deviant, a i ka mujt me organizu dhe me pasus të ndryshëm në fejen e ti të devijuar. Pra, ky ka qenë paraqitja e parë e shijave. Vim tek tash, pas gjatur shumë këtë pikë, tek pika e tretë, tek besimi i shijave. Sa e përket besimit të shijave, shijat dallojnë nga ehli suneti, dallojnë nga muslimanët në shumë pika dhe sikurse që ju thash, dallojnë në themel të besimit islam. Ata, së pari, sa e përket hilafetit, ata e quhen që hilafeti duhet të jetë tek Aliu radhiyallahu anhu edhe tek pasardhësit e tij. Tek 12 imamllare njehin domethënë prej pasardhësve të Aliut radhiyallahu anhu. Thonë që nuk bën të jetë njëri halife duke qenë tjetri i cili është me një pozitë më të ulët. Pra, ai person i cili është me pozitë më të ulët nuk bën që të jetë halife duke qenë një njeri me një pozitë më të lartë. E kanë pasur për qëllim pozitën më të lartë tek Allahu Azza wa Jall. E qëllimin e kanë pasur tek Aliu radhiyallahu anhu. Pra, ka thënë që Aliu radhiyallahu anhu ka qenë me një pozitë më të lartë tek Allahu se sa Ebu Bekri. E kjo nuk është domethënë e vërtetë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çdo gjë zavens e ka lënë Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, dhe me qenë se nuk i dallojmë në sahabët, nuk i dallojmë tek dashuria, jo që më thonë jo ky nuk ka qenë i mirë apo i tjetër mirë, jo, të gjithë kanë qenë të mirë tek ne dhe tek Allahu subhanahu wa taala, por çdo kush e ka gradën pak më të lartë se sa tjetri, ashtu që ka graduar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu
Kanë thënë që ky khilafet, pra kjo udhëheqje nuk del prej Aliut edhe prej pasardhësve të Aliut radiallahu anhu. Dhe ata thonë që kjo nuk del prej Aliut radiallahu anhu, dhe ai njeri i cili nuk e beson këtë gjë, se nuk del prej Aliut edhe prej pasardhësve të Aliut radiallahu anhu, nuk e quhen as musliman. Pra kjo është prej bazave të besimit të shijave, që me besu në imamen, i thënë në imamin Aliut radiallahu anhu, pra në prisin Aliut radiallahu anhu. Ne kemi 6 bazat e besimit, Po. shtyllat që i kemi. Ata një prej tyre kanë edhe imametin. Do të thotë besosh në imametin, se Allahu xhallahu pas pejgamberit e ka zgjedh Hazreti Alin edhe pasardhësit e tij. Këto janë kushtet Nëse nuk e i beson besimit çka atë? Në qofse nuk e beson këtë gjë, ai nuk quhet musliman tek ata. Po. Domethënë e kushton këtë gjë, po jo veç kaq me besu. Por ti me besu, sigurisht që ka ardhur në librin e Khomeinit, i cili e ka përmend në El Hukuma El Islamia, faqen 52, ka thënë, imamët e kanë për qëllim Aliun edhe pasardhësit e Aliut radhiyallahu anhu. Imamët tanë e kanë një pozitë të lartë tek Allahu Azza wa Jall, as që mund t'i arrin ato pozita dhe ato grada të larta pejgamberët e zgjedhur të Allahut subhanahu wa taala, astaghfirullah. Pra, imamët e tyre i ngrisin më lart se sa pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. E kjo gjë kundërshtohet drejt për drejt me Kur'anin e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu, po ti ndëgjoni poezi që i shkruajnë për Aliun radiallahu anhu dhe për imamët e tyre, janë të mbushura me shirk, sepse madhërojnë Aliun radiallahu anhu më shumë se sa që ka madhërojnë edhe Allahun subhanahu wa taala. Ngrisin dhe etiketojnë dhe emërtojnë dhe cilësojnë Aliun radiallahu anhu me cilësi që i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, vetëm krijuesit dhe askujt tjetër prej krijesave. Po ashtu thënë, një prej prozave, Ebal Hasan ente ainul ilahi wa anwanu qudratihi samia, që do thotë Ebul Hasan, o ti babai i Hasanit, e kam për qëllim Aliun radhiyallahu anhu, ti je syri i Zotit, astaghfirullah. Dhe ti je po ashtu adresa e fuqisë së Allahut Azza wa Jall të lartë. Wa anta al-muhitu bi ilmi al-ghuyubi fa hal ta'zibu anka min khafiya? Dhe ti je oqean i ditorisë së mshef të gajbit. Dhe as një ditori nuk më shefet prej teje. Këtë ditori absolute e ka vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe askush tjetër, edhe shumë gjëra tjera që nuk do ta i kanë përshkruar në poezitë të ndryshme të tyre. Padyshim se themelin e kanë pas të prisht nga Abdullah ibn Sebe, i cili e ngriti deri në pejgamber Hazreti Alin, e mandej, domethënë shohim vende të tjera që e kanë ngritur edhe në shkallën e Allahut. Po. Ku i drejtohet me grupin e ti, që domethënë se ti je Zot. Domethënë kjo është e më shumtë që i irritoi Hazreti Alin, që i lëshoi ti ndjek ata dhe fakt disa prej tyre domethënë edhe i ka zon. Po. Rruga e tyre për të ecë, domethënë drejt Abdullah ibn Sebeit. Ashtu. Që shtam këta në fillim, kur nda Hoxha Efendi, janë da vetëm si një krah politik. Dhe me faza dhe etapa janë ndryshu besimet e tyre dhe janë thellu dhe janë largua ala më shumë nga rruga e drejtë e fesë islame. A kanë ndonjë argument nga Kur'ani edhe nga sunneti i pejgamberit alayhis salam, të paktën një me gjetë ne që tregon se Hazreti Ali është halife i tij, i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Asnjë argument të vërtetë nuk kemi nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. As nga ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Përkundrazi, kemi shumë raste ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çdo gjë e linte zaven se Abu Bekrin radhiyallahu anhu e jo Aliun radhiyallahu anhu. Mandej kjo çështje është se të shija ato është baza e imanit. Si mund të harrohet një çështje nga pejgamberi alayhis salam ose nga Allahu xhallahu shanu, mos përmendet. Po. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Ku është halifja këtu? Apo në ajetet shumë ajete kuranore ose në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë gjë rëndësishme, baza e imanit po harrohet ose po cekët
pa kuptim. Një gjë sikur se ata që e konsiderojnë bazë e imanit nuk mund të anashkalohet nga Kur'ani ose nga Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po kishin pasur përkundrazi Çdo sure me dhjetra ajete dhe me qindra hadithe që vërtetojnë këtë gjë, sikur se që ka ardhur për bazat e imanit, çka janë, pra për kushtet e imanit ose për rëndësinë, për kushtet e kom përqëllim për obligimet e Allahut azza wa xal, si për shembull premet qarta dhe në sa vende ka përmend Allahu azza wa xal namazin. Falin namazin, jepni zakatin, besoni Allahun, besoni ditën e Kiametit, besoni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pra kushtet e fesë islame dhe obligimet e fesë islame, Allahu azza wa xal i ka përmend me qindra vende dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ashtu. E kurse po anashkalon një gjë të tillë kaq të rëndësishme, sigurisht që konsiderojnë shiat, bazë e imanit, edhe nuk anashkalohet për Allahut dhe prej sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pa kjo gjë po ashtu aludon që nuk është bazë e imanit ashtu siç e konsiderojnë ata. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lënë muslimanëve. Vdiq, asnjë se ka zgjedhur. Po. As që ka propozuar. Por e ka pas preferuar Abu Bekrin. Prandaj edhe sahabët e zgjodhen, domethënë Abu Bekrin mbas asaj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lënë namaz e gjëra të tjera, shoqëria e tij me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ecja e tij e gjatë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ashtu. Domethënë kjo punë ka qenë në dorë të muslimanëve ta zgjedhin kur dojnë për halife. Po, ata kanë e shohin ata vet më të arsyeshëm dhe po ashtu më të vlefshëm për atë kohë, ata zgjedhin këtë ja kalon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në dorë të muslimanëve dhe kjo zgjedh po ashtu nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo zgjedh edhe me pajtimin e sahabëve dhe me pajtimin e vet Aliut radhiyallahu anhu pa kundërshtimin as pak të Aliut radhiyallahu anhu. Shka na përmendja Hazreti Aliu me pas ditë që e kalon pejgamberi në testament, kishte heq dorë për asaj? Nuk kishte heq dorë. Se si ta humb emanetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po sahabët tjerë? Ai i kishte qenë në atë kohë domethënë tradhtar. Shihet me një anë doin me lavdu Aliun radhiyallahu anhu duke pretenduar që Aliu radhiyallahu anhu e ka pas testamentin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka hesht. Kurse ne e dim që jetën e Aliut radhiyallahu anhu dhe biografinë e tij, që ka qenë trimnin e tij dhe guximtarinë e Aliut radhiyallahu anhu dhe nuk shun për një zullum, për një krim, për një gjë, për një emanet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse ka qenë bazë e imanit. Bazë e imanit dhe bazë e fesë islame. Po ashtu prej bindjeve të shijave dhe prej besimit të tyre është një gjë që quhet raja, besimi në kthim. Besimin e kthim, çka do thotë kjo raja? Kjo është baza e imanit tek ata. Kushtet e imanit ne i kemi, besimi tek Allahu, melekët e Allahut, pejgamberët e Allahut, ata i kanë më ndryshe. Besimi tek xhilafeti, imameti i Aliut dhe pasardhësve të tyre. Kusht tek ata për më qenë musliman. Kushti i dytë, me besu në raja, në kthimin. Çka do të thonë, çka do të thonë me këtë kthim? Me këtë do të thonë që Allahu azza wa jall përsëri para ditës së Kiametit njerëzit të cilët kanë vdek do t'i kthen këta përsëri në dynja. Do t'i kthen përsëri. Sidomos imamët e tyre, Aliun dhe pasardhësit e tyre do të vinë përsëri në dynja, e kjo gjë nuk është e vërtetë, kjo është e gënjeshtër dhe trillim në fenë Allahut subhanahu wa taala. Bile ata thonë, njëri prej tyre i cili quhet as-Saduq al-Qummi, thot: "Laysa minna man lam yu'min bi karratina wa yastahillu mut'atana." Dëgjoni se çka thonë. Nuk është për neve ai i cili nuk beson, ata mirë kanë, ashtu nuk është për shijave. Ai i cili, jo nuk është për muslimanë, ka pasur për çfarë për muslimanë. Por ne them, nuk është për ne, pra nuk është për ty, për shijave, ai i cili nuk beson në kthimin ton, domethënë, do të kthehemi përsëri, pasi që të vdesim do të kthehemi përsëri në dynja. Edhe një shans për me punu. Kjo është bindje e hindusëve, nuk është bindje e islamit. Pra feja e tyre ka bazat akoma të persianizmit dhe të paganizmit që e kanë pasur ky popull. Pra shihet janë përhap në Iran tek persianët. Dhe ata e mbrojnë këtë mendim vetëm se vetë t'i kundërshtojnë arabët dhe ta vërtetojnë atë kombësin e tyre dhe persianizmin e tyre dhe i kanë futur besimet që i kanë pasur të vjetra të paganizmit i kanë futur në islam duke pretenduar se kjo është bazë e besimit islam. Dhe po ashtu thonë, dhe nuk është për neve ai i cili nuk e lejon motan, që i thënë pra
nikahun, nikahi mutas, që do të thot nikahi pa pajtimin e kujdestarit, pra pa pajtimin e prindrit dhe pa dëshmitar, që bëhet domethënë msheftas, edhe bën domethënë me pas kësi farlloj nikah edhe me 1000 ose edhe me më shumë, nuk është haram, Allah në ruajt, po e kanë leju domethënë zinar. Po ashtu prej besimeve të tyre është edhe et-taqiyya i thojnë, sekreti. Et-taqiyya, sekreti. Si, domethënë me e mshef të vërtetën. Me tregu të kundërtën. Me tregu të kundërtën. Me personin kur takohesh, i cili është kundërshtari yti, bëhu sikur se ai dhe mshefe be mendimin tënd. Vetëm se vetëm ta mashtrosh ti atë. Kjo është prej munafik lëkut. Pa ata i mësojnë popullin e tyre të jenë tradhtar, të jenë munafik, mos të jenë korrekt me njerëzit, mos të jenë të sinqert. Në çfarëdo kushte, në kërcënim, në paç, Pa marrë parasysh. shoqërinë, në këshillëk apo ku Në ta paç, në qetësi, rahati, vetëm se me një person, ai kanë ndihmuar si që ata kushi? të përhapën, po. po i kanë ndihmu, se kanë përdor këtë mashtrim dhe këtë trillim kanë mbetë fshat. të futën Deri kur derisa janë forcu. Të kur jemi të dopt, kështu do të veprojmë. Derisa dalim pastaj haptas. E ditë e kësaj dite ashtu të veprojnë. E ka ndonjë shok, nuk paraqitet si shija, po paraqitet sikur se ai një herë në mendimet e tyre. E dal nga dal fillon t'i fut disa mendime, duke nisë Aliu edhe nuk ka qenë njëre fillon me lavdu. E pastaj mi ul sahabët tjerë. E pastaj me thënë që ai ka qenë i merituari për khalife pas pejgamberit sallam e kështu me radhë. Po. Transmetohet nga Xhafer, i cili ka thonë et-taqiyatu dini wa dinu abai. Sekreti për ta mshefur të vërtetën është feja ime dhe feja e baballarëve të mi. Kështu transmetohet dhe kështu të besojnë se kjo është fe. Në qoftë se një shia nuk ka sekret, ai e ka prish themelin e fesë islame dhe nuk quhet shia dhe nuk quhet musliman, sepse e ka humb kushtin e besimit. Mirë, Xhafer es-Sadiq apo? Po. A ka thonë me të Ky vërtetë? Xhafer es-Sadiq Apo ka e kanë qenë vesh? ka qenë prej njerëzve të afërm të Allahut subhanahu wa taala, prej sunnive, nuk ka qenë sikur se ata që quhen se shia, ka qenë prej nipave të Aliut radhiyallahu anhu. I pastër për kësaj. I pastër dhe i distancuar prej besimit të shijeve, por këta janë gjitha domethënë trillime dhe Transmetime të- mveshje ku i kanë shpif Xhaferit radhiyallahu anhu. Kinsa ai ka thonë, Kinsa ai ka feja thënë, ime. sepse mos me thënë ai, domethënë nuk ka kjo fjalë nuk ka perish. argument. Atëherë si t'janë veshëm një njeriu të mirë, të mençur, të një njeriu dietar, andaj të jetë e pranuar tek të tjerët. Do thotë trillimin ata e kanë metodë, mjet tyre. Po. Do thotë ata nuk janë vetëm te Xhafer es-Sadiq, po janë te Hazreti Alia që kanë shpif hadithe të tij. Po. Po edhe pejgamberi alayhis salam. Ashtu. Ndoshta nuk e di, ke në radhë të flasësh për kur vjen te suneti transmetimet e tija, se domethënë këta nuk kanë zinxhir fare. Këta prej filpysh sot mund të shkon te Hazreti Ali aty, Po, sikur ka folur aty automatikisht. S'ka një zinxhir që Jo. vjen deri taj. Nuk ka zinxhir të vërtet, domethënë që nga ai, nga para arsi i tij, nga hoxha e tij deri tek Deri Aliu tek radhiyallahu baza. anhu, deri tek baza. Kumrim. Por jo, domethënë ky i fundit kthehen tek Aliu radhiyallahu anhu, edhe fare pa kur far baza dhe i besojnë atij me të vërtet kin se ka thënë Aliu Edhe radhiyallahu mas anhu. 200 vjetë, mënyrë. mas Po, Italis. edhe mas 200 vjetë edhe mas 300 viteve. Thot njëri prej dietarëve të tyre El-Kellini, në usulul kafin, pa jemi duke i përmend argumentet nga librat e tyre. Për taqiyen, Për taqiyen, për sekretin. Thot, Qala Ebu Abdullah, ja Eba Umar, inne 19 dini fi taqiyya, wala dine limen la taqiyete lehu. Thot, kinse, njëri që i qëtë Ebu Abdullah i ka thënë Eba Umerit, thot, 9 të dhjetave, pra, 9 të dhjetave të fesë, të fes, është pa 90% të fes time, thot, është taqiyeja. të sekreti. Pra, sekreti, ta kemi sekret besimin ton. Thot, ky është pra, nuk ka fe ai i cili nuk ka sekret. Ai i cili nuk e mshef mendimin dhe bindjet e tij. Pra, 90% të besimit duhet ta mshefesh dhe vetëm 10% të tregosh nga besimi yt.
për 90% mu paraqit si kurse kundërshtari yt, e vetëm 10% ti servosh ati. Derisa ta përfitosh për vetëm tënde. Pra, i mësojnë sikur që tham, pasuesit e tyre të jenë edhe dyftyrësha dhe hipokrita dhe munafika. Ky ishte mendimi dhe bindja e shive sa i përket takijës, sekretit. Por vim te Kurani, qëndrimi i shijave ndaj Kur'anit. Allah na ruaj nga besimi i tyre ndaj Kur'anit. Shia thojnë për Kur'anin, për librin e Allahut Azza wa Jall, për të cilin Allahu subhanahu wa taala ka thënë që ne e kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Tek për shiat ky ajet nuk vlen. Shia thojnë që jo, Kur'ani i vërtet është Kur'ani i Fatimes radiallahu anha. Kinse Fatime radiallahu anha pas ka pasur një Kur'an ndryshe, më ndryshe, dhe thonë që asë një shkronjë nuk është e barabart dhe e njëjtë me këtë Kur'an që e kemi ne në duart sot. Pra, ata besojnë që ky Kur'an është i ndryshuar, nuk është Kur'an i vërtet. Dhe se ka argumente kinse, ka pasur argumente për imamllëkun e Aliut radhiyallahu anhu, e që nuk është e vërtet. Se nuk ka mundësi që asnjë shkronjë me u ndryshu nga libri i vërtet i Allahut subhanahu wa taala, me garancën e Allahut që e ka zbritur në Kur'an. Po mirë, te ehli sunneti, si është kjo punë? Ta mohosh në Kur'anin, që është fjala e Allahut që është ndryshu, ose tjetër ka? Ta mohosh një sure? Mohimi. Ose ta mohosh bile dhe një harf te ehli sunneti wal jamaa. Ku e çon atë nëse i thot vetit musliman? Mohimi i një ajetit, pa dyshim që del njeriu prej fesë islame. Në lere krejt Kur'anin. Mohimi i një shkronje, jo vetëm një ajeti, del njeriu prej fesë islame. Me thënë kjo shkronjë nuk është për kësaj fjale, del njeriu prej fesë islame, e shka ta marrë mendje një sura, apo një Kur'an tjetër. Të gjoni që thot Kellini në librin e tij El Kafi. Thot, më është dhënë mua një Kur'an nga Ebul Haseni, alayhi salam, pra nga Aliu radiallahu anhu, dhe më ka thënë, mos e shiko, por thot, unë e kam qel edhe kam shiku. Dëgjoj tash, do më thënë se sa janë, ai mundohet me kazu, do më thënë besimin e vetë, sa i dëgjushëm dhe çka kam pa, njëtën kohë ka zonë që nuk jam fare i respektueshëm ndaj Aliut radhiyallahu anhu dhe nga urdhri të tij. Ai ka thonë mos e hap, ky i ka hap atë. Edhe thot e kam pa që aty nuk shkruante lem yekuni alladhina kafaru min ahli alkitab. Nuk ishte kjo sure. Dhe i kam par aty. Thot, kur e pash, thot, me një sure tjetër, thot, ishin 70 prej kurejshive, të cilit janë përmend se ishin 15 këta sahabe prej kufarve. 70 prej sahabe ja kom lexu emrin në këtë mushaf të vërtet që më patë dhënë mua Aliu radiallahu anhu, astaghfirullah. Pse gjithë kjo urrejtje për arabt? Urrejtje për sahabët. Urrejtje për arabët e kanë pasur. Se ata kanë pas 70 prej kurejshve. Po. E kanë pasur këtë urrejtje qysh nga baballarët e tyre. Sepse arabët në kohën e Omerit radiallahu anhu e kanë pushtuar Persin. Mas pejgamberit sallam. Ishin dopt, u forcun në Islam. Në kohën e Omerit, po. Ku Persia e pushtonte vazhdimisht, i pushtonte tokat arabe. Ka fshatë e letë që thënë. Kur ardhi Islami dhe përforcu Islami, Omeri radiallahu anhu, mbretin e tyre, Rustumin, e nënçmoj dhe e pushtoj atë tokë, tokën e persianëve. E çliroi atë vend, dhe ata nga mlefi që e kishin ndaj arabëve, se për arabët ishin çoban. Çoban për ta. E tashti ata me na sundu neve mu bo mbretër tanë, Zotëri ty. atëre çka? Ti kundërshtojmë, po si ti kundërshtojmë ata, ja pra ti prishim fenë e tyre me të cilën ata na pushtuan neve.
Prandaj këta në Edhe zgjedhën rrugën, po, e zgjedhën rrugën, cilën rrugën e hipokrizisë. Që të hymë nga brenda, ta prishim islamin, ta prishim librin e tyre, ta luftojmë musliman dhe sahabët, dhe kështu pra të muajmë ata dhe ta kthejmë pra fenë e baballarëve tanë, fenë e paganizmit të moderuar. Edhe sot i urrejnë arabt. Edhe sot i urrejnë, edhe vazhdon urrejtja. Edhe vazhdon urrejtja. Po ashtu, ka thënë imamet Tubrusi e tyre, thot, kemi në Kur'an sure të mangëta. Thot, është sureja El Haft. Quhet një sure 15, El Haft. Sure tjetër, El Khala, quhet. Sure tjetër, El Walaje, 15. Thot, këto janë gjëra të pavërteta. Po mirë, ku e kanë këtë Kur'an ata? Është mshefur. Kush e bjerë atë Kur'an? Është Kur'ani i Fatimës, edhe ka vepruar Imam Mehdiu, pastaj do ta shihni. Pra, po, pra 1400 vjet na jetojmë pa Kur'an të vërtet. Dhe po qëndron Islami kështu. Po, si mund të qëndronte për shkak ka dërguar Allahu te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për shkak ka dërguar Allah ka zbrit domethënë këtë fe ka zbrit Kur'anin. Që mos të punojnë njerëzit, me Kur'an? 14 shekuj? E kur na duhet ai Kur'an? Para ditës Kiametit? Po çka na duhet para ditës Kiametit thujase? Me çka të punojnë ky popull, si të udhëzon ky popull? Domethënë, pa Kur'an të vërtet, populli qenë ka i devijuar. Edhe të fillojnë edhe transmetojnë nga ato sure, kanë qenë do tregime në atë sure, fillon. Kjo thotë atë. Ky tregim është në surën El-Vilaje. Po ku është sura e Vilaje? Në Musafin e Fatimës. Ku është Musaf Fatimës? Me Imam Mehdiun. Ku është Imam Mehdiu? Akoma nuk ka dalë, do të vjen përsëri, do të kthehet atë nai. Pra, trillime të ndryshme, pra Allah. Vetëm i ik Kur'anit. Po, vetëm i ik pra Kur'anit që t'i largon njerëzit nga ky Kur'an i vërtet. E më pas, fillojnë edhe me komentime të gabuara të Kur'anit, që nuk ka asnjë gjë të vërtet. Ajetet që kanë zbritur për sahabët, të ku i lavdojnë sahabët, ata mundohen me i deviju ato kuptime. I thënë Ebu Bekrit radhiyallahu se ka qenë kafir. Qysh në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu azza wa jalla ka zgjedh Ebu Bekrin për më udhëtu. Po ditën e hijretit. Është ajeti Allahut azza wa jalla. Ata thënë, idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan. Ata kur ishin në shpellë dhe kur i tha shokut të tij, pra mikut të tij, mos u pikëllo, mos u mërzit. Çka thonë ata në librat e tyre? Komentatorët e shijave thonë, që nuk do me thonë që mos e pas një mik edhe qafir. Ja, pra, pejgamberi alayhis salam e ka pas një mik qafir, ai ka qenë Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Astaghfirullah. Pejgamberi alayhis salam po i lufton qafirat, edhe po ik për qafirave, edhe po e merr qafirin me veti më udhëtu. Ku me qu? Në shtetin Islam në Medinë. Pra astaghfirullah, trillime që një njeri i logjikshëm, një fëmijë nuk e pranon, e lemo një njeri i madh i mençur. Po ashtu, qëndrimi i shijave, pra besimi i tyre ndaj vareve. Shijat i madhrojnë varet atë shumë derisa i bëjnë varet e tyre sikurse kible. Edhe thot imami i tyre El Mejlisi, njëri prej dietarëve të tyre të mëdhej. Thot pa tjetër duhesh që gjatë lutjeve të tua dhe gjatë namazit tënë po ashtu bën që të kthehesh nga kibla dhe nuk e ke që të kthehesh nga varri dhe nuk e ke obligim që të kthehesh nga kibla. Kur e ke varrin përpara dhe kthehesh nga varri, ti automatikisht kjo quhet sikur se je kthy edhe ka kibleja. Pra e ke varrin përpara dhe ne o vëllezër të dashur dhe ju ndëgjues të nderuar. Ishim në Siri, në xhamin Sejde Zeynep. Dhe po ashtu në xhamin Sejde Ruqije. Dhe i kemi vizitu xhamiet e tyre, ku ktheshin kahvarët dhe falshin dhe bënin sejdë kahvarët, shpinat i kishin të kthyera ka kibleja, dhe me fytyrë të kthyer kahvarët
dhe u lutëshin dhe bishin sejdë dhe falshin namaz kështu. Pa këto gjëra i kemi pa me sytë tonë. Sepse ata kanë argumente, nuk i kanë këtë gjë të msheft, i kanë në librat e tyre. Thot, ai vizitor i varëve, i cili kthehet tek varët, edhe e vnon ballin e tij në sejdë, duke u kthyer varrit, ai është automatikisht sikurse më kthy edhe ka kibla, nuk është e kusht më kthy ka kibla, kurse Allahu Azza wa Jall na ka obliguar në Kur'an që të kthehemi ka kibla. Shkoni trillimet e tyre. Hajde vim tek qëndrimi i shijave ndaj sahabeve. Që vendi marrim një pauzë që të pushosh edhe ti pak. Bon. Ti shpakuj në mënyrë që mandej kthehemi për shikues për të gjithë edhe shikuesit gjithashtu që mund ta përcjellin mandej në YouTube këtë ligjërat. Deri te qëndrimi i sahabeve. Domethënë çfarë kanë thënë ata për sahabët dhe çfarë kanë patë sahabët. Atëherë kthehemi pas pak. Të nderuar dëgjues, rikthehemi pra edhe një herë këtu në studio me mysafirin ton Hadith Efendi Miftarin, hoxhën e nderuar, me temën kush janë shijat. Pra ju tregojmë se jeni në, domethënë direkt me ne. Hoxhën e nderuar, domethënë vetëm te sahabët, qëndrimi i shijave dhe çka thon ata për sahabët. Në këtë pikë do të ndalemi pak më shumë, sepse komplet fenë e tyre e kanë e mbajnë domethënë kështu që në kundërshtim dhe në kritika ndaj sahabeve. Qëllimi është se kur ti rrezosh sahabët e ke rrezuar edhe komplet dinin e Allahut subhanahu wa taala, sepse ata janë transmetuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata ishin bartësit e emanetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë qenë shkaktar që edhe neve sot jemi musliman. Dhe po ashtu kur don ndoshta nuk mundesh ndonjëherë me shajnë një person, drejt për drejt atëherë i shanë shokët e tij. E shokët e tij po i shajtë domethënë dhe ajo është sikurse ata, sepse një njeri me kon rrin është edhe ashtu domethënë edhe është. E këta që kanë thënë shija ndaj sahabëve. Edhe kjo është, si duhesh me prish një shtëpi, prish pin temel. Po ashtu. Domethënë themelin e Islamit. Themelin e Islamit ata e kanë qenë domethënë gjenerata e parë e Islamit, për të cilët Allahu Azza ka garantuar, dhe po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot njëri prej dietarët e tyre, El Kellini, thot ky Kellini në librin e tij El Kafi, do transmeton nga Xhaferi alayhis salam. Thot kinse pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë kanë dalur prej fesë islame, të gjithë janë bërë qafia për post 3 personave. Nga thënë kush janë ata? Thash Miqdad al-Aswad, Miqdad ibn al-Aswad dhe Abu Dharr al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Vetëm këta kanë qenë besimtar pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu ata sahabët kur t'i rezojnë dhe kur t'i quajnë me kufër, atëre ke shkoput t'i lidhjen mes popujve të cilët kanë ardhur pas sahabëve dhe pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ti automatikisht mund të fusësh transmetime të rrejshme, trillime të ndryshme, siç kanë vepruar, duke e njollos Islamin dhe duke i nxjerrur njerëzit prej fesë së vërtetë të Islamit. Transmeton nga El Mijlisi, kinse i ka thënë Aliut birit të Husejnit, nipit të pejgamberit alayhis salam, ka thonë të bëhem shërptori yt, vetëm ti më trego se kush është Ebu Bekri dhe Omeri. Ai kinse i ka thënë, ata janë të dyjet janë kafira. Dhe kush i don ata, edhe ai është prej kafirëve. Prandaj ata shiat neve dhe kanë na konsiderojnë kufar. Dhe ata na lejon gjakun ton, dhe nderin ton dhe pasurinë ton, sepse i dojmë Ebu Bekrin dhe Omerin dhe Othmanin dhe i dojmë po ashtu familjen e pejgamberit sallallahu dhe i dojmë të gjithë sahabët. Dhe po ashtu i komentojnë ajetet që kanë ardhur për sahabët, si për shembull wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi, dhe Allahu Azza wa Jall ju ndalon nga ndytësirat dhe ju ndalon nga veprat e këqija dhe ju ndalon nga krimet dhe nga dëmet,
thënë Allahu Azza Jall ju ndalon juve nga Abu Bekri dhe Munkeri, pra Omeri, dhe ju ndalon nga Baghi, pra nga krimi, domethënë Othmani, Allah na ruajt. Pa çka kanë të bëjnë këto fjalë me këta sahabe, po nuk kanë mujt tjetër gjë çka të thonë përveç se domethënë të japin një interpretim. Po një interpretim të gabuar Kur'anit, të devijuar. Po ashtu thonë që kur do del Imam Mehdiu, do t'i nxjerr varret, nga varret e Abu Bekrin edhe Omerin, dhe do t'i edhe ata do t'i djeg. E mos të flasim për Aishën radhiyallahu anha, se sa fjalë të shëmtuar dhe të rënda flasim për Aishën radhiyallahu anha. Flasim për nderin e Aishës radhiyallahu anha, ku Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an dhe na ka garantuar për nderin dhe për pastërtinë e saj. Vetëm se munafikt kanë mundu me një los nderin e Aishës radhiyallahu anha, se Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Dhe këta e ndjekin rrugën e Abdullah ibn Ubej ibn Selulit e nuk e ndjekin rrugën e sahabeve dhe rrugën e ajeteve të Kur'anit, ku kanë treguar ata ajete për pastërtinë e Aishës radhiyallahu anha. Kjo është pra në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hoxh, kur nalim te Aisha radhiyallahu anha, domethënë mjafton me shijat ndev me hi, domethënë më thon, më vjen pikë pyetja, ata janë muslimanë apo s'janë muslimanë. Mjafton vetëm ky rasti i Aishës. Vetëm rasti i Aishës. Ta kundërshtosh ajetin e Allahu xhaleshanu të qartë që zbret për Aisha radhiyallahu anha, automatikisht njeriu del prej fesë islame, sepse kundërshton ajetin e Allahut azza xhall. Andaj dietarët e ahlus sunetit, që do të përmendem më vonë, i kanë konsideruar se ai person i cili e njollos Aishën radhiyallahu anha, ai është kafir, sepse kundërshton drejt për drejt fjalën e Allahut azza wa xal. Si mundet që ata me dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kurse flasin për gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka qenë stakfirullah lavire? Si ka pranu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ndejt edhe me jetu edhe me vdek në shtëpinë tash të quajtur stakfirullah lavire? Një njeri ti kur thush, unë me ty s'kam kur gjo, për gruaja yte është kështu, është lavire, është ajo, është kjo, është kudër, është nuk diçka. Kjo automatikisht domethënë e ke shajti atë njeri, se ti duke fol për nderin aty, me ty s'kam punë. Si s'ke punë ti me mua. Kur flet për nderin e një personi, domethënë ti je duke fol për nderin atij burrit drejt për drejt. Folish për nderin e gruas ti, domethënë ke fol automatikisht ke fol për nderin e burrit të saj. Po ashtu, me vrasësin Omerit radhiyallahu anhu, e quajnë se ka qenë njëri i afërt, a ka qenë njëri pagan, zjarpotist, adhurues i zjarreve. Ai ka vrarë Omerin radhiyallahu anhu. Dhe atë konsiderojnë se është prej të afërmëve, prej evlijave të Allahut. Kafirin e konsiderojnë, zjarpotistin e konsiderojnë evlija, i afërmi Allahut. Sahabët kufar. Sahabët kurse ata të cilët kanë vdek musliman dhe kanë shoqëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe Allahu azza ka qenë i kënaqur dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i kënaqur me ta dhe ka vdek ashtu i kënaqur, i konsiderojnë kufar, kurse vrasësin e Omerit, paganin, e konsiderojnë musliman. Dhe aty në Iran ekziston tyrbe e këtij personi dhe kanë festë vjetore ku mlidhen të ky Ebu Lu'lu el-Mejusi, të ky zjarpotisti, të ky pagani, dhe bëjnë në atë ditë domethënë këndojnë ilahije dhe poezitë ndryshme dhe han amëlsina dhe festojnë atë ditë, e kanë fest atë ditë kur kanë për vrasjen e Omerit radhiyallahu anhu dhe i kanë bërë tyrbe edhe shkojnë te ky pagani, te ky mushriku, shkojnë edhe e lutin atë person që t'i afrojë tek Allahu subhanahu wa taala. Ja kanë bërë edhe një bust atij në qytetin e Iranit. E ka dhe bustin, e ka dhe po ashtu edhe tyrbën ky person aty. Ky ishte pa shkurtimisht qëndrimi i shijave ndaj sahabëve. Kurse sa i përket bindjeve të tyre ndaj ehle sunnetit, pra ndaj neve, ata na lejojnë gjakun ton, rafizit, pra halal. Po. Refuzuesit e bëjnë halal gjakun e muslimanëve, pra vrasja e muslimanëve është halal, nderi i muslimanëve është halal, gjaku i tyre është halal. Dhe këtë gjë më së miri e vërteton realiteti sot.
të cilën jemi duke jetuar në kohën e sotit, e shohim se si në Irak çka veprojnë. Ja pra sot e shohim edhe në Siri, Shia Alevitë çka bëjnë, domethënë në Siri sot. Shia çka bëjnë me ehle sunetin, me muslimanët në Iran, nuk kanë kur farë të drejte. Në Teheran, a dini se në Teheran asnjë xhami e vetme nuk ekziston e sunnive, kurse sinagoga ke, kisha ke, vetëm xhamia të sunnive nuk ke. Gjumon ku e falin. Ata domethënë atin Kam dëgjuar se ehle sunnet që ka aty në ambasadën e Pakistanit. Ambasadën e Pakistanit ose në ambasadën e Arabisë Saudite domethënë falet xhumaja, kurse në vende të tjera domethënë nuk falet xhumaja. Pra xhamit e ehle sunnetit është i vetmi kryeqytet, mund të themi në botë. Në botë që nuk ekziston xhami Xhami të ehle sunnetit, po. Transmeton nga Es-Saduki në librin e tij El-Ilal, i cili ka thonë, çka të marrë mendje ty e për nasibit, nasibit në vasib edhe quajnë domethënë neve. Pse në vasib na quajnë? E nasabul adae li ehli bejti Rasul sallam, nasabul adae li Ali radhiyallahu anhu. Domethënë në vasib të cilët i quajnë domethënë me një fjalë qëndruesit, në të cilët kanë qëndru pra në armiqësi ndaj Aliut radhiyallahu anhu, estagfirullah. Na e dojmë Aliun radhiyallahu anhu ashtu çish na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dasht. Nuk i them Zot, ashtu çish ka qenë, ashtu çish ka desht Aliu radhiyallahu anhu që ta dojmë atë. Aliu radhiyallahu anhu ka qenë i afërm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i afërm i Allahut subhanahu wa taala. Aliu radhiyallahu anhu ka qenë trim, Aliu radhiyallahu anhu ka qenë njeri prej sahabeve trim dhe njeri i cili e ka fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala dhe ka vdek shahid prej dynjas. Pra, ne jemi të kënaqur me Aliun radhiyallahu anhu dhe e dojmë Aliun radhiyallahu anhu ashtu që ka qef edhe ai që na ta dojmë atë. E nuk i them Zot, as nuk i them se ka qenë pejgamber ose më i madh se sa pejgamberi i Allahut. E ndëgjoni se çka thotë ata, pra gjithë ata të cilët ata sunni, kur janë pyet, thotë sunniu gjakun e ka halal. Por thotë frigohen për ty, i thotë ky hoxha atij pyetsit. Thotë frigohen për ty. Po në qoftë se ke mundësi që ta rrezosh një mur dhe ta zosh sunnin ta mbytesh, thotë vepro ashtu, ose ta mbytesh në det, që nuk ka mundësi pastaj të dëshmoj kundra teje, thotë vepro ashtu. Po thotë kur kanë pyetje çka ta merr me për pasurinë e tij, ka thonë merrja pasurinë, në qoftë se mundesh merrja pasurinë. Këta janë pra armiqt. Kështu të kanë vepruar në Irak, kështu të kanë vepruar në Iran, kështu të veprojnë pra edhe ditë e kësaj dite në Siri. Çdo herë kanë qenë bashkëpunëtor të armiqve kundër ehle sunnetit. Ehle sunnetin e shohin armiq më të mëdhej. Kanë mbyt më shumë se 1400 persona në Irak të cilët quhen Omer. Kanë mbyt gra të cilët quhen Aisha. Kanë mbyt persona të cilët quhen Ebu Bekër. Qenë të tyre i quhen me emrat e sahabëve, Allahu na ruajt. Pra, armiqësinë që e kanë ndaj ehle sunnetit, as kufarët nuk i kanë, as qifutët nuk i kanë. Kanë bë masakra të ndryshme. Allah na ruajt dhe na uzoft. Sa e përket vim tek një pikë tjetër, tek një mendim tjetër, ajo është nikahul muta. Kjo nikahul muta është përhapur shumë tek ta. Niqahin, martesa. Niqahin, martesa. Kjo është domethënë zina e legalizuar. Zina e legalizuar. Pra mjafton vetëm që të jetë një marrëveshje, një kontrat mes një personi edhe asaj gruas, edhe domethënë kjo është pra martesë tek ta. Pa ja dhënë edhe mehrin, po dhe me ja kushtuar mehrin. Edhe shtëpiat publike janë kështu. Shkon, ja jep mehrin aty me parë, domethënë tek ata lejohet, qoftë edhe për 5 minuta bën ashtu. Nikah mund të është lejuar edhe për 5 minuta dhe mund da, edhe për 1 orë, edhe për 5 orë, edhe për çdo ditë, edhe për 2 muaj, edhe për 1 vjet, një sigurisht edhe shtëpiat publike të zinas. Aty është një farë kontrate, qëndron aty një person, ja e parë ta mëndën dhe sa të pagush, atë që domethënë dhe ke. Kjo është pra zina e legalizuar tek ata dhe quajnë kise të lejuar këtë konsiderojnë dhe thonë, transmetohen nga hoxha e tyre pra Es-Saduki ky, i cili ka thënë
Kise pejgamberi sa kur ka qenë në Isra, pastaj e ka ndjekur Gjibrili a.s. Se ka haru, mi thonë fillime, pastaj i ka thonë Muhammed, thot Allahu të thot ty që ti kom falë, ty e ke halal, mu ta me bë. Pej umetit tënë sa të duash. Dhe në nuk e kanë të kufizuar me numër. Kjo martesë e përkohshme. Martesë e përkohshme, që quhet domethënë nikah muta. Pra zina e legalizuar. Nuk është e caktuar me numër, ka ardhur tek ata që mund të jetë edhe me 1000 edhe 2000. Nëse ke mundësi në njëjtën kohë. Allah na ruaj. Pra, këto ishin prej besimeve të shijave. Kurse sa e përket sekteve të tyre, sektet për grupat e shijave janë të shumta, kanë dalë prej shiizmi, prej rafidive, zi e mazi. Janë domethënë po zi e mazi, itna asherit ose xhaferit që shituin, pra imamit për ndryshe, këta janë, njëjtë, për 12 imam, Zeidit, Kisaitiki, Sebeit po ashtu, Nuseirit ose Alevit, Bektashit dhe Ismailit. Dhe po ashtu edhe këto grupe kanë domethënë edhe grupacione të ndryshme. Fjalët e dietarëve të Ahle Sunnetit ndaj shijave. Dietarët e Ahle Sunnetit thonë: Imam Ebu Zura Razi ka thonë: thotë nëse e shef se dikush nënçmon diken prej sahabeve, dije se ai është zindik, ai njeri është i pafe. Po ashtu ka thënë Imam Ibn Hazmi, thotë rafidit, thotë nuk janë musliman, duke u bazuar në komisioni i përhershëm i fetvas të Arabisë Saudite, kanë thënë, thotë shijat janë kufar, janë mushrikin, sepse ata i bëjnë shirk Allahut Azza wa Jall edhe në vetmi edhe haptazi. I bëjnë shirk Allahut subhanahu wa taala dhe bëjnë tavafe në për vore dhe therën në për vore dhe i luten të vdekurve. Kurse sa i përket dashurisë familjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ndaj halifeve, a dini vetëm këto t'ja thonë shijave. Vetëm këtë t'ja thonë shijave. Se Omeri radhiyallahu anhu me vajzën e kujt është martu? Vajzën e Aliut radhiyallahu anhu, pra Aliu radhiyallahu anhu ka thënë vajzën, ata thonë, jo, po ja ka marrë domethënë me dhunë. Atë çfarë trimi? Po çfarë trimi, pra, ju po doni kinse me mbrojt Aliun, ju po nënçmoni Aliun radhiyallahu anhu. Si po lëkë një gjë të tillë. Po ai ka qenë domethënë ja ka thonë vetë ka martu me plot dëshirë. Me plot dëshirë. Po fëmijët e Hasanit dhe Husajnit a dini se si kanë quajtur? Fëmijët e tyre emrat i kanë pas fëmijët e Husajnit, Ebu Bekër, Omer, Othman, kështu i kanë quajtur. Nga çka? Nuk ka qenë në atë kohë Omeri apo Othmani. S'ka pas më frikë, ata kanë qenë domethënë udhëheqës dhe prijës. Mbas sa kohë i kanë quajtur domethënë Ebu Bekër dhe Omer dhe Othman, nipat e tyre dhe fëmijët e tyre, për çfarë? Vetëm nga dashuria që kanë pasur ndaj sahabeve. Për ngjarja e shijave me çifutët dhe me krishterët. Dhe kjo është pika e fundit për të cilën do të bisedojmë. Sheikhul Islam Ibn Taymija thot, çifutët kanë thonë që mbetëria nuk i takon askujt përpos familjes dhe pasardhësve të Davudit alayhis salam. E shijat të thonë se nuk ka imamat, nuk ka imamllëk përpos tek familja e Aliut radhiyallahu anhu dhe pasardhësve të tij. Shijat kanë thënë, jahudit thonë, nuk ka luftë të shenjtë, përderisa nuk vjen Dejjalli, nuk del Dejjalli. Shia thonë, nuk ka luftë të shenjtë, përderisa nuk del Mehdiu. Çifutët thonë, çifutët e kanë prej besimit të tyre që ta vënojnë, që t'i vënojnë lutjet e tyre çka i kanë, derisa të dalin yjet. Po ashtu edhe shijat, namazin e akşamit e vënojnë dhe iftarin e vënojnë derisa të dalin yjet. Gjysore më sezonit. Shijat çifutët e kanë devijuar Tevratin, shijat e kanë devijuar, e kanë ndryshuar Kur'anin. Çifutët e kundërshton Xhibrilin alayhis salam, thonë ai është armiku i melekëve. Shijat po ashtu thonë, Xhibrili e ka
e ka gabuar shpalljen, vend se m'ja zbrit Aliut ja ka zbrit Kur'anin pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por thot Imam Ibn Taymi në vazhdim thot shijat edhe krishterët, dhe më fali, thot jahudit edhe krishterët në disa çështje thot kanë qenë me një çështje thot më mirë se sa shijat. Kur janë pyetur jahudit kush janë populli më i mirë, kanë thonë pasuesit e Musait alayhi salam. Kur janë pyetur krishterët kush janë populli më i mirë, kanë thonë pasuesit e Isait alayhi salam. Kurse kur janë pyetur shijat kush janë populli më i keq, kanë thonë pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë gjë, po shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra shokët e Musait alayhi salam janë gjenerata më e mirë tek që futet. Shokët e Isait alayhi salam janë gjenerata më e mirë tek krishterët, kurse shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë gjenerata më e keqe tek shijat, e me këtë gjë janë alamet të këqijse sa krishterët edhe jahudit. Pra bindjet e tyre flasin për ata, e jo që na i teketëm me diçka që nuk e kanë, por këta janë domethënë bazë të cilat i përmendëm prej librave të tyre. Hoxhë nderuar, këto që na i tregova domethënë ishin disa prej bindjeve të shijave. Po, disa prej bindjeve. Gjitha. Jo, nuk janë të gjitha. Absolutisht ne me një ligjërat nuk mundemi domethënë të tregojmë gjitha ato çka kanë ata, mendimet e tyre. Në detaje. Po kjo është një pasqyrë. Një pasqyrë për besimin e shijave, se kush janë shijat. Domethënë kjo se përndryshe domethënë na merrte neve edhe shumë numër tjerë domethënë ligjëratave që ti tregojmë neve gjitha ato çka mendojnë ato. Po domethënë ishin pikat kryesore, Kur'ani, çka mendojnë ata rreth Kur'anit, rreth sahabeve, disa bindje tyre domethënë që ishin e jo të gjitha domethënë. E jo të gjitha. Se ne kemi domethënë edhe pi bindjeve tyre që për çdo gjë tregojnë edhe vlerë. Për shembull nëse dikush martohet me çat një çajin muta le një fëmijë është fëmia më i bekum. Po fëmia i zinas. Fëmia i zinas është më i bekumit te ta. Vetëm i heshuar të kshijat. Mandej ta mysish një sunni, një musliman të ehli sunetit, kise vapit ku ta din domethënë xhenet me kështu po. Domethënë shumë të tjera. Po më keq është se ata ibadet bëjnë me sharrin e sahabeve. Domethënë kjo është kulmi i asaj që bëjnë. Po me haramet, me sharrin e sahabeve, me kufër, me shirk, me lejimin e harameve, me zina, e quhen këto gjëra të ndaluara rrepsisht, e quhen domethënë afrim tek Allahu dhe ibadet i quhen. Se un kam dëgjuar domethënë që në Iran është propozuar që të hapen në çaj mutat bëhet në domethënë në për vende caktuar. Sikurse që i bëjnë për perëndim shtëpitë publike, njëjtë. Edhe me caktu aty një tarif, një çmim, domethënë për ata, edhe ato parat me shku në për xhepat e tyre, në për buxhetet e tyre shijave, e me ato pare ta përhapin shizmin. Po. Me ato pare të aty në femrave tyre që e bëjnë, të jasi. Domethënë shumë tjera domethënë që kemi. Po ne vejmë gati në përfundim domethënë në mënyrë që mos t'ia zgjasim edhe dëgjuesve. Kemi mësuin hak, kemi disa pyetje nga dëgjuesit. Domethënë do kanë të bëjnë me temën, do nuk kanë të bëjnë, po na për shkak të kohës po shkojmë direkt që të ka të bëjmë me temën. Pse shijat rrehen mes vetin në ditën e Ashurave? Kështu pyet Meriemja. Pse shijat rrehen në ditën e Ashurave? Domethënë nga pikëllimi dhe nga marzia se në atë ditë është mbytur, është vrarë Huseini radhiyallahu anhu, dhe nga ngushëllimi dhe nga pikëllimi, ja pra edhe na po prehemi dhe po rrehemi sepse në këtë ditë është mbytur, është vrarë Huseini radhiyallahu anhu. Vajtojnë, çajnë, prehen. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndalu që dikush domethënë vajtimin të shkyjë teshat e jo më domethënë të prehet dhe të shkul flokët. Ata prehen domethënë drejt për drejt në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Husein radhiyallahu anhu, themi ai cili ka vrarë Huseinin, ai është në zjarr të xhenemit. Zullumçar. Po, zullumçar. Kurse Husein radhiyallahu anhu ka ra shahid në atë ditë, domethënë shpeson që Husein radhiyallahu anhu të hyjë në xhennet, e jo kështu të vajtojmë edhe na tash të vuajmë dhe të prehemi
të kundërshtojmë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po sa ku pa më herët, domethënë për këto kanalet satelitore kanë pru disa gjasime. Domethënë një gjë kishin edhe pagante Indis për rishni vetin ashtu. Po, ashtu ata e kanë, domethënë pagante Indis edhe disa krishterë në sektet krishterëve. Domethënë po sektet krishterëve ka Tajlanda në ato vende, po ashtu i kanë domethënë ditët njëjtë sikurse shiat kanë ditët e caktuar ku prehen edhe rrafin vetën e tyre me zinxhir dhe prehen me thika dhe me shpatë. Bazat e kësaj s'ka si kanë fe, po i kanë te paganizmi. Kanë te paganizmi dhe te krishterizmi. I tyre. Edhe një pyetje për fund, ku ruhej Kur'ani dhe sa zgjati domethënë zbritja e saj, kështu pyet Hana. Kur'ani nuk ka qenë domethënë vetëm një flet që është ruajtur Kur'ani, po ka qenë domethënë në duart e sahabeve dhe po ashtu dhe po ashtu domethënë ka pas disa kopje të sureve dhe ka pas edhe tek Fatimi radhiyallahu anhu ka qenë domethënë një pjesë dhe ka pas pjesë të ngjashme tek sahabët tjerë. Dhe përveç kësaj, domethënë është ruajtur edhe që është më kryesore se kjo është ruajtur në gjoksat e sahabëve, domethënë kanë ditë sahabët përmend Kur'anin. Dhe sa zgjati, do të thënë Kur'ani, zbritja e Kur'anit, nëse pyet për zbritjen e Kur'anit, ka zgjatur 23 vite. Po, sa ka qenë misioni i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po që ndëruar, ne të falenderojmë edhe një herë për që gjete kohën për të ardhur këtu, për lodhjen tonë, për lodhjen që patët, se pak këtu në studio si nxehtë kemi. Po inshallah kemi pas kanë pas dëgjuesi që ka të marrin, domethënë një pasqyrë kështu të vogël, po mos po një pasqyrë të vogël, sepse për shkak kohës nuk kemi mujë domethënë që edhe pikërisht pse pikërisht pse zgjedhëm këtë temë është se ky sekt ka filluar të gjej veten edhe në mesin e shqiptarëve. Domethënë në Tiranë, në Prishtinë, në Gjilan, në Prizren, në Ferizaj. Jo, është alarmante ta bëjmë neve, jo është alarmante, po për tregu edhe dëgjuesve që domethënë ky virus ka mri edhe tek ne. Domethënë pikërisht neve për këtë edhe e zgjodhëm që t'i bëjmë një shpjegim të shkurt, përndryshe domethënë për detajet për ashtu ata mund të na kontaktojnë neve edhe nëpërmjet webfaqes tonë, domethënë Zëri Kur'anit. Aty mund të marrin përgjigjet tona rreth, domethënë gjithsesi rreth tyre, për çdo detaj që ju intereson aty ashtu. Domethënë jemi nisur nga ajo pikë, domethënë që e mësova sherrin jo për sherr, por që të mbrohen prej saj. Edhe na domethënë ja mësojmë popullit sherrin që të mbrohen prej sherrit e mos të jenë viktimë e këtyre sekteve të gabuara. Allah shpëleft. Te keqja është neve pi dashnisë sahabëve kalojmë në urrëtin e tyre. Prej besimit të Kuranit kalojmë në mosbesim. Domethënë prej islamit në jo islam, jashtë islamit. Allah i na ruajt, prandaj është neve nuk kam të tjetër vetëm të falenderojmë. Allah është shpërbleft, edhe juve dëgjues Allah është shpërbleft për durimin që patët. Dhe mirë, u dëgjofshim në emisione të tjera të radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه